Jemi rikthyer drejt për së drejti. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka certifikuar sot zgjedhjet e 7 qershorit, duke volosur edhe përbërjen e re të parlamentit. Sipas rezultateve, vetvendosja ka arritur të marrë 53 deputet, PDK-ja 22, Lidhja Demokratike e Kosovës 18 dhe Aleanca e Ardhmërisë së Kosovës 7 deputet. Por sfidë mbetet krijimi i institucioneve të vendit, që nga qeveria dhe presidenti i ri. Për të folur për këtë kam analistin Jeton Halimi nga Prishtina. Halimi, përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën. Përshëndetje, faleminderit, kënaqësi. Halimi, duket sikur vetvendosje votat për krijimin e qeverisë ka, por çfarë do ndodh me presidentin? Po, nderuar, faleminderit shumë për këtë pyetje. Po, tash vetvendosja thuhet që veç ju ka hapur edhe rruga mbas certifikimit të zgjedhjeve të parakohshme të në Republikën e Kosovës që mbajtur. Unë mendoj që tash është topi në anën e zotit Kurti dhe duhet të ulët të bisedojë dhe të thras partitë politike opozitare për ndonjë marrëveshje politike, qoftë me BDK-n apo me LDK-n, dhe unë mendoj se tash ka mbaruar të gjitha opcionet dhe të gjitha ato pretekste se më nuk kemi certifikim të zgjedhjeve dhe mund të ketë ndonjë alibi tjetër, por ja pra koha ka mbaruar dhe tash gjithçka është në tavolinë e zotit Kurti dhe shpresoj zoti Kurti të thirrë mendes dhe të bëj marrëveshje dhe të ecë matutja dhe në çdo formë tjetër. Unë mendoj se është vetëm narrative kod dhe justifikimi kod dhe për të quar shtetin në zgjedhje. Zoti mos shkoj shtetin në zgjedhje dhe Almi Kurti mos bëj kalkulin politike, po të jep posten e presidentit se as ata se ka votuar sovrani mbi 60%, po ja pra i ka këto dhe pa marrëveshje politike nuk mund të ecë matutje se dihen 80 mandate duhet me qenë në kuti për zgjedhjen e presidentës apo presidentit të Republikës së Kosovës, siç e don ligji dhe kushtetuta e Republikës së Kosovës. Pra, Alimi, votat për krijimin e qeverisë ka, pa një marrëveshje me LDK-n, PDK-n edhe Aleancën i bën nga 53 mandate që ka, 53 deputet bashkë me minoritetin, e ka të arritshëm për shembull formimin e qeverisë së pari. Po, ende sipas një praktike që gjithmonë jo minoriteti shumicë që janë, dihet Rom, Goran, Ashkali, Egjiptian, Bosnjak, besoj që i kanë 61 mandate për të siguruar Almin Kurti për formimin e qeverisë, që thot neni 90 i kushtetutës, se me fituesit të zgjedhjes do të partia fituese të propozoj kandidatin apo kandidatën për kryetar të Kuvendit mbas zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit dhe mbas mbledhjes së 6 nënshkim të quar në president tash ushtruesja e presidentit Zoni Haxhiu këtë rast, dhe të siguroj që ka 61 mandate për formimin e qeverisë së Kosovës dhe mbas çumës atje japet 15 ditë kohë nga ushtruesja e detyrës Zoni Haxhiu për zgjedhjen e kryeministit, këtë rast Almi Kurti kandidat i propozuar nga ligja vendose, dhe mbas zgjedhjes së qeverisë bëhet edhe zgjedhja e presidentës, po besoj këto pa një marrëveshje politike nuk duhet të ecën matutje se si ka Almi Kurti të mandate siç i don kushtetuta dhe ligji i Republikës së Kosovës.